Prej afro 3 dekadash, tregtarët e Blerësit në Pajov, pjesë e Peqinit, përballen me mungesën e një tregu të mirëfillt agro-ushqimor. Çdo të mërkurë, pazari zhvillohet në mënyrë të improvizuar përgjatë aksit rrugor Elbasan-Peqin, duke u kthyer në një rrezik serioz për jetën e qytetarëve. Tregtarët e Blerësit detyrohen të bllokojnë pjesërisht rrugën, ndërsa mjetet parkohen në të dy anët e saj, shpesh në shkelje të hapur të rregullave të qarkullimit rrugor. Në këto kushte, produktet nga frutat e deri tek bulmeti tregtohen buzë asfaltit mes pluhurit, diellit dhe shiut, duke ngritur shqetësime të forta si për sigurinë ushqimore, ashtu dhe për jetën e njerëzve. Banorët gjenden përballë frikës nga aksidentet e pranishme çdo javë në rrugë, ndërsa rastet të aksidentuar nuk kanë munguar në treg. Megjithatë, mungesa e alternativës i detyron ata të vijojnë aktivitetin në të njëjtin vend. Frikë kemi, por këtu bëhet pazari. Ka ndodhur dhe aksidente, shprehet njëri prej tyre. Situata bëhet dhe më alarmante për faktin se ky treg informal funksionon prej rreth 30 vitesh, pas një ndërhyrje konkrete nga institucionet. Bashkia Peqin, sipas banorëve, ka dështuar të jap zgjidhje një problemi të hershëm, duke e lënë komunitetin në mëshirë të rreziqeve të përditshme. Kjo panoramë tregon qartë mungesën e planifikimit dhe të përgjegjshmërisë institucionale, ndërtimin e një tregu të dedikuar agro-ushqimor që nuk është më një kërkesë, por një domosdoshmëri urgjente për të garantuar sigurinë, higjienën dhe dinjitetin e qindra fermerëve dhe qytetarëve që mbështeten në këtë aktivitet. Nëse nuk merren masa konkrete, tregu i Pajovës do të vijojë të mbetet një minë me sahat në mes të rrugës, ku çdo e mërkurë mund të kthehet në një tragjedi të paralajmëruar.